Gjatë tjetër uroj të jeni mirë dashur miq, i takohemi në këtë bisedë shumë të rëndësishme për të parë zhvillimet e fundit me të cilat duhet patjetër të njihemi në këtë botë me zhvillimet e shpejta. Transferimi sekret 500 raketa që po rishkruajnë balancën globale të fuqisë. Nata që rrëzoi 50 vite fuqi dhe dominancë globale. Çfarë është duke ndodhur? Unë jam Krishtin Osmani, u flas nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Adheu, sot jemi më datë 4 prill 2026. Le të shohim zhvillimet hap pas hapi. Nëse doni ta fshihni një mal, mos e vendosni pas një reje, vendoseni në mesin e një stuhie, vetëm atëherë do të kuptoni cili është mali. Sot nuk do të flasim për atë që shohim çdo ditë në live, miq. Do të flasim për atë që satelitët, inteligjenca dhe sistemet e monitorimit miliona dollarëshe mund të kenë zgjedhur ta injorojnë plotësisht. Imagjinoni për një moment sikur rregullat e lojës 50 vjeçare në lindjen e mesme të jenë ndjegur brenda një nate, ndërsa ne kemi qenë duke shikuar diku tjetër. Bëhet fjalë për një maks logjistik i cili tashmë ka marrë formë në heshtje. 500 raketa Hwasong 18 nuk është thjesht një numër. Është një forcë goditëse që mund të fshijë kryeqytete pa dhënë as një sekond paralajmërim. Po ç'është ky zhvillim, ç'është duke ndodhur? A jemi dëshmitar të dështimit më të madh të inteligjencës në histori, apo jemi tashmë brenda një realiteti ku ekuilibri i fuqisë ka ndryshuar rrejtësisht dhe një herë për gjithmonë? Ky është operacioni HIA dhe asgjë nuk është ashtu siç duket. Imagjinojeni pak këtë skemë të cilën do t'ju tregoj tani. Satelitët amerikanë janë duke kaluar mbi qiellin e Iranit. Nga larg gjithçka duket normale, nuk ka lëvizje të dyshimta, nuk ka sinjale alarmi. Por ju duhet ta dini se gjithmonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë patur një rregull të pashkruar që njihte gjithë bota. Fuqia e jashtëzakonshme e ushtrisë amerikane ka patur një element gjithmonë të padiskutueshëm: dominancën e plot nga ajri të aviacionit ushtarak, luftarak amerikan. Por ajo që shqetëson ekspertët sot nuk është ajo që shihet dhe mund të jetë diçka që ka kaluar pa u vënë re nga sytë e ekspertizës së hollë. Sepse sipas disa skenarëve që po diskutohen seriozisht në qarqe të larta të sigurisë botërore, ekziston mundësia që një nga operacionet më të mëdha dhe më të fshehta ushtarake të kohës sonë të ketë ndodhur pa u kapur në kohë dhe pa u vënë re. Ç'është ky operacion? Bëhet fjalë për një pretendim ekstrem. Qindra raketa balistike ndërkontinentale të tipit Hwasong 18 të zhvilluara nga Korea e Veriut të kenë përfunduar në territorin iranian. Jo më larg se përpara 10 ditësh apo 12 ditësh, unë ju kam bërë një emision në të cilin ju kam treguar në mënyrë të imët dhe hap pas hapi se cilat ishin 3 tabakat e ofruar regjimit të Iranit, pra gardës së revolucionit nga Korea e Veriut, nga Kina dhe nga Rusia. Tabaka secili prej shteteve i ofronte Iranit diçka të madhe dhe Irani mund të zgjidhte, sepse to shtete pra janë të interesuar që amerikanët të bien, të hyjnë dhe të zhytën në baltën e lindjes së mesme, për të mos dalë më kurrë prej aty. Nuk ka një konfirmim zyrtar deri tani, por nëse kjo ka ndodhur dhe raketat koreane kanë mbritur në Iran, ky do të ketë implikime të jashtëzakonshme si lajm, si zhvillim ushtarak, por edhe në përcaktimin apo rikonfigurimin e ekuilibrave global të sigurisë. Sepse kjo nuk do të ishte thjesht një rritje kapaciteti e Iranit, do të ishte ndryshim radikal i lojës. Dhe pyetja që lind këtu është direkt: a ka ndodhur diçka që perëndimi nuk e pa, apo diçka që nuk donte ta shihte? Hwasong 18 pse është duke u marrë kaq seriozisht nga shtypi botëror në këto orë? Le të qëndrojmë pak tek faktet e verifikuara. Unë kam dëshirë gjithmonë të flas me verifikim. Hwasong 18
është një nga raketat më të avancuara që Korea e Veriut ka testuar, me prova të publikuara gjatë vitit 2023. Ku qëndron problemi këtu? Ja po ja them. Rrezja e saj teorike kalon 15.000 kilometra. Kjo e vendos një gamë të gjërë objektivash në rreze potenciali, nga lindja e mesme deri në Europë e deri në territorin amerikan. Kujdes. Pra, kemi një transferim apo transformim radikal të ekuilibrave të forcës. Nuk bëhet më fjalë për lindjen e mesme, as për Ballkanin, as për Shqipërinë, as për Europën, po bëhet fjalë deri në brigjet amerikane. Por, elementi që ndryshon realisht dinamikën në gjithë këtë histori është karburanti i ngurtë. Në terma praktik, kjo do të thotë më pak kohë për përgatitje dhe më pak paralajmërim për kundërshtarin. Koha e reagimit sapo vjen duke u ngushtuar. Në një skenar real, kjo krijon presion mbi çdo sistem mbrojtës. Për më tepër, diskutimet teknike sugjerojnë se sisteme të tilla mund të mos varen plotësisht nga GPS-i, duke i bërë më rezistente ndaj ndërhyrjeve elektronike. Në disa variante të tjera, përfshihet edhe aftësia për manovrim në fazën përfundimtare. Një faktor që komplikon ndjeshëm atë që quhet interceptimi. Tani vendosim apo vendoseni ju këtë në kontekst. Jo një sistem i vetëm, por shumë sisteme të tilla. Dhe këtu bëjmë sërish pyetjen e madhe. A mund të ndodhë diçka e tillë pa u vënë re nga shërbimet e inteligjencës dhe nga radaret perëndimor? Kjo është pika më e debatueshme e cila ka tronditur botën në orët e fundit. Sepse një transferim i kësaj shkalle në teori duhet ishte i dukshëm. Edhe amerikanët, edhe shërbimet perëndimore, edhe satelitët perëndimit dhe të gjitha shërbimet e inteligjencës duhet ta kishin zbuluar. Minimalisht duhet ta kishin diktuar. Minimalisht duhet kishin informacione dhe pyetja është e madhe, si kanë kaluar këto sisteme? Pa u diktuar, pa u vënë re dhe pa u informuar perëndimin në tërësinë e tij, por edhe Amerika në veçantë. Ekspertët e logjistikës ushtarake theksojnë një gjë shumë të rëndësishme. Operacionet moderne fragmentohen, ndahen në lëvizje të vogla dhe shpërndahen në kohë. Dhe kjo në një farë mënyrë është një mënyrë kamuflimi. Në vend të një konvoj të madh ke dhjetra ose qindra lëvizje të vogla, të cilat duken krejtësisht të zakonshme, fragmentarizim. Rrugët potenciale do të shmangin zonat më të monitoruara, duke kaluar për shembull nëpër rajone ku mbikëqyrja satelitore është ose më e kufizuar ose më komplekse politikisht. Më pas vjen një element shumë i rëndësishëm që është maskimi. Në një ekonomi globale ku në ditë lëvizin miliona ngarkesa nga gjithë bota, dallimi mes një transporti civil dhe një transporti strategjik ushtarak është gjithmonë i thjeshtë. Por më lejoni të jem pak i qartë. Nuk ka prova publike që një operacion i tillë ka ndodhur në këtë shkallë. Unë kam dëshirë gjithmonë të flas me provë. Megjithatë, duke bërë një skaner analitik, ne ekspozohemi një realiteti. Edhe sistemet më të avancuara të zbulimit në botë kanë kufizimet e tyre. Jo gjithçka mund zbulohet. Ç'kemi tani? Kemi një balancë botërore e cila mundet të ndryshojë radikalisht. Le të bëjmë një krahasim racional. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rreth 400 raketa minutë me 3. Këto janë sisteme të fuqishme, por sisteme statike. Vendodhjet e tyre janë të njohura prej dekadave. Dhe nga ana tjetër, kemi sistemet mobile, të cilat ofrojnë një logjik krejt tjetër. Lëvizje, fleksibilitet, vështirësi në gjurmim e kështu me radhë. Kjo nuk përmbys automatikisht balancën globale, por e komplikon ndjeshëm atë. Çfarë do të thotë kjo? Sepse nga një objektiv i parashikueshëm kalon në një objektiv që mund të zhduket dhe mund të rishfaqet. Në terma strategjik, kjo e rrit pasigurinë dhe në disa raste pasiguria është vetë arma e konfliktit. Një tjetër pikë kritike që duhet parë këtu mbetet çfarë lloj koka mbajnë këto sisteme. Nuk ka një përgjigje të qartë publike
për këtë pyetje të rëndësishme dhe të madhe. Dhe pikërisht kjo paqartësi është ajo që e bën skenarin më të rrezikshëm, më të ndjeshëm dhe më kritik. Opsionet në këtë rast nuk janë të thjeshta, miq. Nëse një zhvillim i tillë do të konfirmohej vërtetësisht, vendimarrësit do të përballeshin me zgjedhje jashtëzakonisht të vështira. Të vështira për ata dhe të vështira për t'ia shpjeguar një. Një reagim ushtarak do të mbante rrezikun e përshkallëzimit në mënyrë të padiskutueshme. Operacionet e fshehta kërkojnë kohë dhe nuk garantojnë asnjëherë diplomacia ka kufizimet e saj në situata të tilla, ndërsa mbrojtja raketore përballet me sfida kur përballet me numra të mëdhenj. Nga ana tjetër, në Izrael, koncepti i njohur si opsioni Samson shpesh përmendet në analizat teorike si skenar ekstrem, por këto mbeten diskutime strategjike dhe jo vendime të konfirmuar. Kemi një pyetje të madhe e cila na rishfaqet këtu. Kjo analizë që sapo bëra, ky këndvështrim që solla, sigurisht nuk pretendon të provojë se një operacion i tillë ka ndodhur me 100% në vetë, por ne ngrejmë një pyetje që askush nuk ka fuqi në botë sot ta injorojë. Çfarë ndodh nëse një ndryshim i madh strategjik i këtij lloji ndodh dhe askush nuk e kupton në kohë se këtu ka ndodhur? Sepse historia na ka treguar se surprizat më të mëdha nuk paralajmërohen, ato thjesht ndodhin. Nëse ky është vetëm një skenar, atëherë ky është një paralajmërim i madh për Perëndimin dhe Amerikanët. Nëse është diçka më shumë, atëherë ne jemi përballë një realiteti të ri i cili do të lëviz ekuilibrat global. Dhe ndoshta pyetja më e rëndësishme në këtë moment nuk është a ka ndodhur kjo pikërisht, por a jemi ne të përgatitur nëse ka ndodhur diçka e tillë? Këtu shkojmë tek sahati i fundit, ose disa e quajnë sahati i Qametit, ose sahati i Armagedonit. Pyetja këtu nuk është nëse këto 500 raketa koreane janë realisht në pozicion zjarri, apo nëse ky është thjesht skenari më i zi i një analisti ushtarak. Pyetja e vërtet është a ka vdekur epoka e sigurisë? Nëse historia na ka mësuar diçka, është se fuqitë e mëdha nuk rrëzohen kurrë me njoftim paraprak. Ato rrëzohen kur e kuptojnë tepër vonë se kundërshtari nuk po luante me rregullat e lojës tyre. Sot, ndërsa ne diskutojmë, diku në nën tokë këto bisha prej çeliku mund të jenë duke pritur vetëm një kod. Një kod që do të konfirmonte se bota që njihnim dje sot thjesht nuk ekziston më dhe kjo ndodh shumë shpejt. Në këtë lojë shahu globale, Perëndimi sapo ka kuptuar se nuk i kontrollon të gjitha figurat në tabel dhe ndonjëherë heshtja e satelitëve është zhurma më shurdhuese e një lufte që sapo ka filluar, pa u shkrepur asnjë plumb. Tani le të kthehemi pak në realitetin tonë shqiptar shkurt, se do të flasim sërish në mbrëmje. Syt na gënjejnë, por Edi Rama jo. Sot mësuam një të vërtet universale. Nëse po të vjedhin portofolin nga xhepi, ndërkohë që po dëgjon fjalimin e kryeministrit Rama, fajin e ka perceptimi yt i gabuar, jo dora e atij që të ka hyrë në xhep. Është zhvillim shumë interesant. Fajin e ka perceptimi yt i gabuar, jo dora e atij që të është futur në xhep. Sipas liderit ton suprem, korrupsioni nuk është rritur në Shqipëri, thjesht është bërë më i dukshëm. Është vërtet emocionuese të mendosh se gjitha ato miliona euro që fluturojnë me incineratore, tendera sekret nuk janë vjedhje miq, por janë thjesht eksperimente shkencore për të parë se sa mund të rezistojë buxheti i shtetit pa u shpërbërë në atomet e tij përbërës. Nëse ti mendon se po paguan rishfet, e ke gabim. Ti po bën një donacion vullnetar për mirëmbajtjen e buzëqeshjes së administratës. Dhe nëse spaku mbush furgonat me zyrtar çdo javë, kjo nuk tregon se qeveria është e kalbur apo e korruptuar, por që Edi është aq bujar sa që i lë njerëzit e tij të shkojnë në burg, që ne të tjerët të kemi çfarë të shohim në live. Është argëtim, është art, është performancë e një kryeministri artist. Në fund të ditës, miq, duhet i kërkojmë falje kryeministrit. Ne jemi një popull mosmirnjohës që ngatërrojmë vjedhjen me shpërndarjen strategjike të pasurisë të miqt. Pra, herën tjetër që do të shihni një tender 10 fish mbi vlerën, mbyllini syt, merrni frym thellë
dhe përsëriti me veten. Nuk është korrupsion, është thjesht dashuri e tepërt për rritjen ekonomike të disave. Rroft perceptimi se realiteti na ka lënë në baltë. Ju falemderit miq që na ndoqët në këtë analizë, shihemi në analizën e radhës. Gjithmonë nëse koha do të na e lejojë. Jam thellësisht i bindur që do të ketë zhvillime të tjera të mëdha, tek të cilat do të jemi të detyruar të ndalemi, patjetër, urgjentisht, sepse ne e kemi detyrë të kuptojmë atë që ndodh me lëkurët tona, çdo orë, çdo minutë. Dhe në qoftë se nuk na dhimbsen lëkurët tona, sepse jemi divorcuar me veten dhe kemi dalë nga vetja dhe e kemi braktisur veten, duhet të na dhimbsen ato që do të lëm pas, që i sollëm në jetë pa lejen e tyre dhe u trashëguam një atdhet kalbur, i cili shkon drejt zhbërjes dhe tretjes. Në këtë lojë të madhe të shahut botëror, në këtë lojë të madhe të komplikuar dhe të rrezikshme, në cilën ne rrezikojmë të humbasim jo vetëm gishtrin, por edhe kokën. Mirë dëgjofshi.